Shëndreu festosh në gjithë Mallakastër. Është vetëm krahin që ka festuar Shëndreu. Pse? Se ju, një pjesë që gërbërë shkohë ka thënë që Shëmpali ka predikuar në territorit e Ilirikut, ose Iliriqut. Periudhën apostolike. Në që unë e parë, ishin dishepujt e Krishtit tha. Tani apostujt, 12 apostujt, ishin bashkë me të, kështu Shëmpali mbrapa. Ai ka predikuar në këtë territor, prandaj neve nuk e kemi harruar dhe kemi festuar deri vonë. Për arsye se gjërat e shenjta nuk harrohen. Edhe një burim që themi neve, vini falçi mos e themi vetëm mirë. Ai një burimi që aty ose një lis. Pse? Se nuk hiqen ato kujtesa. Dakor? Më thënë këto e njëri të përgjithshme, çka kishim në Mallakastër? Kemi pasur Ballshin. Tani Ballshi, ata që jetojnë në Ballsh, Ballshi ishte një nga qendrat më të rëndësishme kishtare, përmes tjetër.